Këshilli Republikan për Sigurinë në trafikun rrugor njoftoi se prej sot hyn në fuqi ndryshimet e reja në ligjin për sigurinë në trafikun rrugor. Ligji në fjalë parasheh që këmbësorët që kalojnë në rrugën dhe flasin në celular, përdorin kufje për të folur në të dy veshët, orë të mençur ose tablet, do të sanksionohen që nga sot. Të njëjtat masa ligjore vlen edhe për shoferët e biçikletave, mopedeve, motocikletave, tricikletave dhe katërcikletave, të cilët sipas ligjit nuk lejohen të përdorin pajisje elektronike gjatë drejtimit të automjetit. Zgjidhjet e reja ligjore po prezantohen me qëllim eliminimin e disa zakoneve të këmbësorët dhe drejtuesit e kategorive të caktuara të automjeteve. Ligji i ri përcakton që drejtuesi i një skuteri elektrik gjatë drejtimit të automjetit nuk mund të përdor pajisje elektronike, siç janë kufjet në të dy veshët, telefoni celular, tableti, ora e mençur dhe çdo lloj tjetër pajisjeje elektronike që do të zvoglonte stabilitetin dhe aftësinë për të reaguar dhe për të drejtuar automjetin në mënyrë të sigurt, përveç pajisjeve të specializuara të komunikimit që janë të integruara në helmetat mbrojtëse. Kjo, sipas Këshillit, nënkupton vendosjen e standardeve të reja për sjellje të përgjegjshme në trafik, ku këmbësorët, ciklistët, drejtuesit e skuterëve elektrik dhe pjesëmarrësit e tjerë në trafik të parashikuar nga zgjidhja ligjore janë të detyruar të marrin pjesë në trafik pa përdorur pajisje elektronike që shpërqendrojnë vëmendjen e tyre. Ata theksuan se qëllimi i ndryshimeve të tilla ligjore është të krijojnë kushte për siguri më të madhe, të zvoglojnë rreziqet dhe të mbrojnë jetën e njerëzve. Ndërkaq, Këshilli u bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik të respektojnë rregullat dhe rregulloret e trafikut, sepse siguria në rrugë është një përgjegjësi e përbashkët.